Për të kuptuar rëndësinë e ushqimit për menopauzën, ne duhet të kuptojmë se çfarë ndryshon në organizmin e gruas gjatë menopauzës. Me uljen e estrogjenit, neve humbasim masën muskulare. Ndryshon metabolizmi i yndyrnave dhe ndryshimi i metabolizmit të yndyrnave bën që gruaja nga një formë trupi gynoid, pra femëror, të kalojë në një formë trupi android, pra mashkullor, sepse këtu ulen hormonet femërore dhe disi predominojnë hormonet mashkullore. Dhe transformimi, që është i dukshëm edhe në syrin e lirë, është ndryshimi i vendosjes së dhjamit në trup. Pra, neve tashmë kemi një zhvendosje të dhjamit në zonën qendrore, në bark kryesisht, në zonën nga mesi e sipër i trupit dhe tek qafa. Shoqëria shqiptare është pak mbrapa në kuptimin e trajtimit të kësaj. Domethënë, numri i grave që merren me aktivitet fizik, që kanë jetë shëndetshme, mendore dhe fizike, ato janë pak. Kanë filluar të shtohen, por shumica grave patjetër që kanë problematika në këtë drejtim. Dhe ne përpiqemi të themi që bëj aktivitet fizik, bëj 30 minuta, bëj 5 herë në ditë nga 30 minuta, bëj këtë, bëj atë, po të gjitha bëj është tjetër gjë dhe pastaj bërja vërtet realisht që nuk ndodh. Nëse një grua ankon për flashe, patjetër që ajo dhe pi birë ose alkool në darkë një gotë, patjetër që do të acarohet. Ajo që ne mund të bëjmë është që të ngadalsojmë këtë proces dhe të parandalojmë të këqijat që sjell ky proces. Si ta ngadalsojmë? Këtu do të thosha që rolin kryesor e luan aktiviteti fizik, sepse të gjitha këto ndryshime që përmendëm ndikojnë shumë në masën muskulare. Nëse ne duam një trup të ri, ai do të thotë që ka sa më pak dhjam, sa më shumë muskull. Në menopauzë ndodh pikërisht e kundërta. Shtohet masa dhjamore, ulet masa muskulare. Pra, këtu roli i aktivitetit fizik është kyç, për të parandaluar humbjen e masës muskulare dhe shtimin e masës dhjamore. Ndërsa për sa i përket ushqimit, roli kryesor i tij është që të parandalojë të gjitha komplikacionet që vijnë me rezultat kolesterolin e lartë, hipertensionin, problemet me zemrën dhe të parandaloj kryesisht obezitetin. Gjë që ndodh prapë me një kollajllëk shumë të madh si pasojë e ndryshimeve që vijnë prej menopauzës, e ndryshimeve hormonale që përmendëm. Neve duhet të kemi kujdes për burimin e proteinave që marrim. Pra, proteina ka dhe mishi i kuq, po ka dhe veza, por proteina kanë dhe fasulet. Fasulet janë burimi, le të themi, më i shëndetshëm i këtyre proteinave, sepse nuk janë të ngarkuara me yndyrna të dëmshme, siç mund të jetë mishi i kuq ose bulme.